Tani që po jetoj vetëm, kam vënë re që po ha shumë ushqime të thata. Kështu që thash sot do përgatis një supë me domate dhe perime të fërluara dhe një tost me djath. Ose në anglisht një roasted tomato soup dhe grilled cheese sandwich. Kjo supa është për ata që përtojnë gatuajnë se bëhet shumë shpejt dhe del shumë e mirë. Pastaj tosti me djath nuk është se do një shkencë të madhe. Shikojeni videon deri në fund për të parë recetën e plot. Pasi të kemi larë perimet, i marrim dhe i presim në copë të vogla. Unë kam përdorur 2 karrota, 2 speca jeshil dhe 6 domate mduket dhe hudhër. Unë e kam marinuar thjesht me krip dhe piper dhe vaj ulliri. Këtë tani e marrim e fusim në furn në 250 gradë për 50 minuta ose 1 orë. Domethënë ju thjesht duhet prisni që perimet bëhen furr dhe pastaj pasi t'i nxjerrni nga furra i vendosni të gjitha në një tenxhere dhe i fërloni me fërluesen. Me qëra fjala shumë për ju që shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtyni butonin follow, ju lutem. Supën e kemi gati, marrim 2 feta buke, i kemi lyer me majonezë dhe pastaj i vendosim djath brenda dhe i pjekim në tigan derisa të bëhet kështu. Më besoni kur ju them që kjo supa me domate shkon super mirë me këtë tostin me djath. Faleminderit që ndoqët video, mos harroni të bëni like, lini një koment çfarë të gatuaj videon e radhës dhe bëni follow. Shihemi video tjetër. Ciao.